Përshëndet nderuar shikues dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti deklaroi se do të angazhohet për të gjetur një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit me qëllim që Kosova të shmangë mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Kurti shtoi se legislatura 11 e Kuvendit të Kosovës duhet të konstituohet sa më shpejt. Këto komente ai bëri pas fillimit të punimeve në zgjerimin e rrugës Malishev-Arllat. Tash është duke u përmbyllur procesi i numërimit të gjitha votave, andaj le të presim këto ditë, nuk e di a do të ketë ankesa, bëhet certifikimi dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që pa humbur kohë të hymë në fazën e ardhshme, që është konstituimi i institucioneve të legjislaturës 11, sa më shpejt aq më mirë, por natyrisht ju e dini që për çështjen e presidentit, zgjedhjes së presidentit ose presidentes, ne këtë nuk mund ta bëjmë vetëm, për shkak se nevojitën 80 veta aty në sallë në Korum, në bazë të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese që t'ju them drejtën ka pasur shumë interpretime kritike kredibile, sepse ne dim që gjykata kushtetuese nuk do të duhet ta rishkruaj kushtetutën, as ta amandamentoj atë, por do duhet vetëm ta interpretoj. Dhe ne kemi pasur shumë shembuj kur kemi pasur një lloj aktivizmi juridik, por ndodhemi tash në këtë rrethon dhe neve na duhet bashkëpunimi. Ne do të përpiqemi për sa më shumë bashkëpunim me opozitën sa i përket zgjedhjes presidentit apo presidentes. Nuk kanë munguar ofertat në kaluar nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive, por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshojë qasja e opozitës dhe propozimeve tona sikurse herën e kaluar që ju përgjigjen me refuzime. Votat e diasporës i kanë siguruar deri më tani lëvizjes vetëvendosje 4 mandate në kuvend, duke i marrë 2 mandate PDK-s dhe nga 1 LDK-s dhe AK-s. Në bazë të rezultateve të tanishme, lëvizja vetëvendosje ka 52 deputet, PDK-ja 22, LDK-ja 19 dhe AK-ja 7. Politologët vlerësojnë se ndarja e mandateve tashmë është çështje e kryer dhe se ndryshimet mund të ndodhin vetëm brenda listave të partive. Me politologun Argjend Zejnaj dhe avokatin Alban Arifi bisedoi Valmir Hoti. Unë besoj që tashmë fuqia e votës së diasporës përkitazi me gjitha partitë politike, në veçanti me lëvizjen vetëvendosje e cila si duket i mori 4 mandate. Nga këto vota nuk do të ketë mundikim. Fuqia kryesore e kësaj pjesë elektorale u kry tashmë, tash shohim se si do të lëvizin, nëse do të ketë lëvizje brenda listave. Përndryshe sa përket subjektit politik, konsideroj që ky është zeniti i secilës. Kjo është një tregues që diaspora vazhdon zotën me ose pa vetdije t'i besoj lëvizjes vetëvendosje. Kjo duhet me thënë edhe tjetrën, nëse këto vota nuk janë manipuluar deri në mos. Kemi pas, siç e dini, disa të dhëna jo të konfirmuar zyrtarisht, por me domos që kanë dhënë shenja me qit hijet zez këtij procesit votimit në përparësi diplomatike dhe votave me kusht. Por sido që të jetë, po tregon që diaspora vazhdon të jetë edhe t'i besoj lëvizjes vetëvendosje, pa ndonjë arsye konkrete nga çka i përjetojmë ne brenda Kosovës. Mund të themi që është përcaktuese vetëm për qeverinë, por jo për presidentin, kjo votë? Ne do të vazhdojmë të jemi në ngjersh për sa i përket presidentit, për shkak se edhe përkundër mbështetjes nga ana e diasporës për lëvizjen vetëvendosje, kjo nuk ja zgjidh problemin të ngjershin me pozitin e presidentit. Po për qeverinë? Për qeverinë, unë besoj që tashmë nëse do të mbetet kështu, do të mundet vetëm me komunitetet e jo serbe, Zotri Kurti ta zgjedhë edhe kryetarin e kuvendit, por edhe qeverinë dhe të kalojmë tek pozita e presidentit ose kundërta. Nuk e dim se si do të rrihet, nëse do të fillojnë nga pozita e presidentit për të vazhduar pastaj edhe për institucione të tjera. Duke marrë parasysh numrin e madh të pjesëtarëve nga diaspora të cilët kanë votuar në këto zgjedhje, atëherë duke bazuar në numrin e përgjithshëm të votuesve është diku rreth 15%, sigurisht që marrja mbi 80% të votave nga diaspora do të ndikojë edhe në përqindjen, po ashtu edhe në ulset nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Unë besoj që duke llogaritur përqindjen
numrin e votave të cilat janë marrë nga diaspora është më shumë se numri i 4 deputetëve të cilët do të shtohen lëvizjes vetëvendosje, për arsye se dikon rreth 47 deputet i ka marrë nga votat e votuesve në Republikën e Kosovës, ndërsa deri tani ka 52 që llogaritë dikon 5 ulse në Kuvendin e Kosovës i ka marrë nga votat e pjesëtarëve të diasporës. Është vendimtare kjo votë, po det që është vendimtare kjo votë të diasporës sa i përket sidomos formimit të qeverisë? Po, është vendimtare për faktin se njëjti tashmë ka 52 ulse në Kuvendin e Kosovës dhe do të luajë një rol kyç për formimin e qeverisë nga lëvizja vetëvendosje në bashkëpunim edhe me partitë tjera minoritetet tjera jo serbe. Ndërsa për presidenti nuk është zgjidhje votative. Sa i përket zgjedhjes, nëse nuk kemi ndonjë marrëveshje paraprake para formimit të qeverisë, atëherë konsideroj që vendi do të shkojë përsëri në zgjedhje, për faktin se marrëveshjes për presidentin duhet të parapri një marrëveshje para formimit të qeverisë. Nëse kemi formimin e qeverisë nga lëvizja vetëvendosje me minoritetet, atëherë kjo është një hap i cili tregon që nuk ka marrëveshje as për presidentin dhe vendi duhet pritet të shkojë në zgjedhje prapë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të bëjnë ndryshime në kontributin e tyre në misionin e NATO-s në Kosovë-KFOR në kuadër të një procesi më të gjerë të rishikimit të pranisë ushtarake të aleancës në vend. Një zyrtar i Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi bazohet në rishikimin vjetor të bërë nga Komanda Supreme e Forcave Aleate në Evropë, e cila rekomandoi përshtatjen e trupave në terren bazuar në rishikimin më të fundit vjetor të Komandës Supreme të Forcave Aleate në Evropë. NATO-ja do të optimizoj pozicionimin e forcës në kuadër të KFOR-it. Si rezultat, Komanda Europiane e SBA-s do të bëj një përshtatje në faza dhe bazuar në vlerësimin e rrezikut të kontributit amerikan në KFOR në përputhje me këtë rishikim të udhëhequr nga Komanda Supreme e Forcave Aleate në Evropë, tha zyrtari i Komandës Europiane të Shteteve të Bashkuara. Ai shtoi se SBA-ja vazhdon ta konsiderojë misionin një komponent kyç të stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor, pa dhënë detaje për natyrën apo për masën e ndryshimeve të mundshme. Pas muajsh tensionesh, përplasjesh ushtarake dhe shqetësimesh globale për sigurinë në tregjet energjetike, Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paraprake që synon të japë fund konfliktit dhe të hapë rrugën për negociata të reja. Çfarë përfaqëson kjo marrëveshje për lindjen e mesme dhe për rendin ndërkombëtar? Në këtë temë sonte flasim me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Gurakuç Kuçi. Përshëndetje Zoti Kuçi. Përshëndetje për ju dhe shikuesit tuaj. Atëherë, sa e rëndësishme është kjo marrëveshje në aspektin gjeopolitik dhe a mund të konsiderohet një pikë these në raportet SBA-Iran? Realisht, nëse shikojmë nga historia e diplomacisë, jemi ngjashëm sikur në fillim vitet 2003-2005 edhe më vonë ku palët kanë një mosbesim të thellë ndaj njëra tjetrës dhe veprimet e secilës palë shikohen, domethënë me shumë kujdes sa si po vepron tjetra te vepron tjetra, për këtë arsye ndoshta edhe kadalësimi është shumë i madh i kësaj marrëveshje. Për momentin kemi vetëm një lloj marrëveshje e cila ofron një armpushim 60 ditore që do të dërgojë drejt një marrëveshje për paqen. Kushtet e tanishme domethënë janë që duhet të lëshohet ngushtica Hormuzit për tregti, duke përfshirë naftën dhe llojet e tjera tregtare që lëvizën në atë zonë. Pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largojë masat ekonomike gradualisht ndaj Iranit, të ketë një pagesë prej $300 miliardë për dëmet që janë shkaktuar në luftë ndaj Iranit, ndërsa Irani po ashtu duhet që të hapë rrugë për International Atomic Energy Agency, domethënë Agjencinë e Energjisë Atomike ndërkombëtare që të mbajë në kontroll çështjen e uraniumit, kufizimin e saj në mendësinë e saj afatgjate, pra ose një kufizim apo ndalim afatgjat, dhe në këtë formë të ofrohen garanci të fuqishme për paqe, gjëra këto që
edhe pse po nënshkruan tani nuk nënkupton që po e ofron një paqe të domosdoshme dhe të pritshme. Ajo që ka mbetet të shihet është gjatë ditor shi i arshëm për një paqe përfundimtare, mirë po tani janë shfaqur edhe problemi sepse Izraeli ka shprehur mos pajtime për shkak se kjo marrëveshje e armëpushtimit përfshin edhe armëpushtimin e menjëhershëm në Liban. Edhe Izraeli ka qëllime ekspansioniste ndaj asaj zone ku dëshiron të ashtrojë territorin e vet, dhe deklarata e fundit e tyre është që ne nuk do t'i tërheqim trupat deri në një afat të pacaktuar, dhe po ashtu nuk kanë shprehur një pajtim me Trumpin, në këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një mos pajtim të thellë, gjë që e bën edhe paqen e vështirë ndërmjet palëve, dhe po ashtu shumë konkluzione ka që kjo realisht mund t'i jap kohë Iranit që të rigrupohet për një betejë të ardhshme më të fuqishme apo situatat e tjera që do të ishin më favorizuese. Pra, Izraeli nuk është pjesë e kësaj marrëveshje dhe sa është e qëndrueshme kjo marrëveshje nëse Izraeli nuk është pjesë e saj? Realisht e kemi pasur që me fillimin e luftës dhe derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk u futën në luftë bashkë me Izraelin, Izraeli kishte një betejë jashtëzakonisht të fuqishme, por shumë regresive në karshi Iranit, pa marrë parasysh armatimit të saj nuk arriti që të shmang atë betejën e ashpër me Iranin, dhe po ashtu nuk i arriti synimet e veta të menjëhershme 24 orë, një javë dhe kështu që ato afatet që jepshin ata ku pas kohë që ndryshoshin. Pra, ajo qëllimi i euforisë nuk arriti, dhe kjo e bëri që SBA-ja duhej patjetër të ndërhynte, ishte vetëm SBA-ja e cila e ndaloi një lloj betejë të përgjakshme, nuk po themi as se si fitore të ndonjëherës palë, por një betejë e cila do të mund të dërgonte në shkatrime në masë të madhe edhe për Izraelin, edhe për Iranin, që ndoshta kur e dim publikisht Izraelin në një moment të caktuar do të mund të përdorte edhe armën bërthamore. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte ajo e cila e ndryshoi ekuilibrin e luftës në këto situata, por tani është Izraeli ajo e cila nuk është duke lejuar që të ndodhë një paqe e mirëfill. Për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e panë që një betejë afatgjate me Iranin është duke i dëmtuar të gjitha palët, pra në këtu dhe po ashtu e ka futur në një ngecje diplomatike, politike dhe ekonomike të gjithë globin, për shkak se nuk kishte përkraje në nivel global të gjerë kjo luftë ndërmjet Iranit, Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe përveç tjerësh futi shumë ekonominë e krizë duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se nuk është vetëm çështja e naftës që po përmendet më së shumti, për neve në Kosovë është e famshme çështja e naftës, për shkak se ne naftën kemi si primare, por janë edhe plehrat artificiale dhe tregtitë e tjera të cilat u bllokuan dhe ishin shumë esenciale për Afrikën, Azinë dhe Amerikën. Pra, bazuar në deklaratat e deritanishme, a bëhet fjalë për një marrëveshje të përkohshme apo një marrëveshje e cila përfundimisht do ta sjellë paqen në lindjen e mesme? Është armëpushim, pra them që në fillim është armëpushim. Armëpushim e cila do të sjellë një marrëveshje me armëpushim ku janë ra disa pika dakord, që të sjellë një marrëveshje brenda 60 ditëve, një marrëveshje përfundimtare dhe të përhershme, siç e quajnë ata, pra e quajnë kështu kushtimisht, që cila do të sillte një paqe ndërmjet palëve, në këtë rast SBA-s Izraelit dhe Iranit, dhe përveç tjerë do të sillte edhe një besim më të madh tek palët, dhe këto 60 ditë atëherë do të jenë një lloj prove ndërmjet palëve se sa kanë vërtet interes në negociata të fuqishme dhe në negociata paqësore ndërmjet vete, për shkak se ekziston një mosbesim shumë i thellë ndërmjet palëve, se kush e prish marrëveshjen e parë apo cila palë nuk do të rri karshi marrëveshjes së bërë të tanishme. Kjo për momentin është një lloj armëpushimi, pra e cila ofron një lehtësim ndërmjet palëve që të shkojnë drejt marrëveshjes përfundimtare. Dhe është kjo një fitore e administratës Trump, apo ky armëpushim ishte u arrit si lloj marrëveshje imponuar për shkak të situatës gjeopolitike? Nuk mund të themi që ishte fitore ndonjëherë palë. Ishte një betejë asimetrike e cila tregoi që sot luftrat konvencionale nuk mund të bëhen më në modelet e vjetra, dhe
luftat asimetrike dhe taktika të ndryshme janë duke krijuar terren dhe përsi nga njëherë dhe përtej asaj që parashikohet nga armatimet e ndryshme dhe nga strategjitë konvencionale, mirë po ishte problemet ekonomike të thella, mospërkrahja diplomatike dhe ngecjet e ndryshme në lindjet e mesme që ndodhen sidomos Shtetet e Bashkuara, të cilën e shfryzuan shumë energjinë e saj drejt një politike, një drejtimshëm dhe i jepi hapësirë të jashtëzakonshme rajoneve tjera si Kina në këtë rast të përfitoj jashtëzakonisht nga këto probleme dhe patjetër që duhet të shtynte një çështje të ndryshme e cila do të sillte të paktën për momentin një lehtësim të rrethana që të jap frymë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mendoj edhe për Kinën dhe Rusinë dhe për ballet e tjera gjeopolitike në nivelet e tjera të globit. Është diskutuar shumë këto ditët e fundit edhe para se të bëj publike që është arritur kjo marrëveshje se i konvenon më shumë Shëbasa apo Iranit që të ketë një armpushim tani. Realisht ju thatë se nuk mund të ketë fitues në këtë rast për asnjërin palë, por konkretisht çfarë fiton Irani dhe çfarë Shëbaja nga ky kompromis i tanishëm për këtë armpushim? Mund të themi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani mund të përfitojnë një qetësi e cila nuk e lejon në këtë rast një fuqi tjetër e cila do të ishte një armik i pa kontestuar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kishte një armë bërthamore, por që kontrollon uraniumin. Kjo sigurisht që mund të shënohet si një fitore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fitoria tjetër që mund të shënohet është ajo që lirimi i tregtisë në ngushticën e Hormuzit, një tregti pa tarifa, një tregti e cila do të sillte përfitime edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përveç tjerash po ashtu edhe do të lehtësonte edhe në nivelin global ekonominë, ndërsa përveç tjerash po ashtu tani me lirimin e saj mund të grisim një hipotezë që edhe vendet e tjera të cilat do të ndikohen nga zhvillimet ekonomike dhe politike që do të rrjedhin këto, do të tentojnë që të ndihmojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Iranin që të arrijë një marrëveshje më të shpejtë, për shkak se çdo rikthim prapa, përveç betejave politike dhe ushtarake të cilat po janë të ashpra, po shkakton një tërmet ekonomik në nivel global. Po, Zdikuçi, sa reale është mundësia që kjo marrëveshje të ndaloj përfundimisht programin bërthamor të Iranit, pasi që e dim që Shëbaja fokusin kryesor, por edhe vendet e tjera demokratike kanë pasur që Iranit mos bëhet fuqi bërthamore? Ndoshta sa reale është duhet të mbesim gjithmonë të dyshimi tek Izraeli, e cila vazhdimisht mund të përdor çështje të ndryshme për të prishur paqen, për shkak se ka interesa ekspansioniste dhe zgjerime territoriale në rajon, dhe kjo mund të bëjë që të prishet paqja jo vetëm me Iranin, po edhe të krijohen konflikte të ndryshme në atë zonë, dhe kjo patjetër që atëherë në momentin të saktuara detyron edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si garantues ekzistencës së Shtetit të Izraelit që të ndërhyjë, siç është kjo me çështjen e Iranit. Kemi parë edhe vetë presidentët e kaluar amerikanë kanë deklaruar publikisht se Izraeli ka insistuar vazhdimisht që ta fusë në luftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundra Iranit, por që ata nuk kanë pranuar, ishte Trump i cili ka pranuar dhe këtu mund të jetë ai karremi i cili do ta prishte një paqe, të themi afatgjat, por që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dyshojnë që për momentin janë të interesuara që të ndryshojnë edhe sistemin politik brenda Iranit, për shkak se kjo do të harxhonte shumë energji vetëm me fokusin ndaj Iranit, duke harruar problemet dhe betejat e tjera globale që i kanë në paqësor dhe me gjerë. Dhe a mendoni se ka rrezik që të dështojë ajo marrëveshja afatgjate e cila pritet të negociohet gjatë 60 ditëve të ardhshme, për shkak se ka një mosbesim mes palëve, si nga ana e Shëbasa ashtu edhe nga ana e Iranit? Do ta kemi parasysh që kur filluan negociatat që më herët, jo vetëm tani, ishte Pakistani dhe madje edhe sipas të dhënave publike për jo të konfirmuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ndërmjetësuesit nga Irani duhet i mbronin gjatë udhëtimit të tyre me aeroplan për shkak të sulmeve që mund të ndodhin nga Izraeli për të vrarë negociatorët iranian dhe kështu për të mos lejuar që të ndodhin negociatat. Dhe kjo përben një alarm serioz për palët e tanishme të cilat do të mund të ndërhyjnë vazhdimisht, për shkak se
Izraeli ka shprehur interesat e saj edhe me gjerë për te lindjes së mesme, duke shtrirë fuqinë e saj ekonomike dhe politike në nivelet të ndryshme, duke përfshirë edhe Ballkanin perëndimor në këtë rast, dhe kjo atëherë do të ndalonte atë sidomos që të arrinte interesat e tyre. Pra rreziku real vjen nga Izraeli më shumë se sa nga vetë palët si SBA-ja dhe Irani. Po, Zdikuqi, pse ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga elementet më të rëndësishme të kësaj marrëveshje dhe çfarë do të ndodhte nëse ajo sërish do të mbyllej? Ngushtica e Hormuzit zakonisht ne e njohim janë edhe ngushtica e cila është tek pjesa e Jemenit, pastaj kemi edhe ngushticën e Dardanelit të Turqia dhe zakonisht ngushticat janë pjesë ku bën transporte të ndryshme ekonomike, ndërsa këto ngushtica përderisa bartin një tregti të fuqishme globale, ato edhe kanë edhe rreziqet e veta dhe po ashtu rëndësinë e vet gjeopolitike në këtë rast. Dhe sot mund të themi para një betejë kemi një betejë të ngushtica, sepse Irani përveç ngushticës së Hormuzit ka kërcënuar edhe të bllokoj ngushticën që gjendet atje tek Jemeni, duke shfrytzuar aleatet e saj në atë zonë dhe në këtë formë pra do të përbente rreth 40% e ekonomisë globale e cila do të fuste në një bllokadë totale dhe në këtë formë atëherë lufta do të eskalonte për shkak të lirimit të rrugëve tetare. Pra filloi një luftë ndërmjet Iranit dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës ku ishte qëllimi vetëm i armëve bërthamore, rrëzimi i regjimit të Khameneit në atë rast. Khamenei u vra për regjimi i tij nuk ra në këtë rast dhe vazhdoi me djalin e tij dhe u kthye gjitha në një problem ekonomik më shumë se sa në një problem tani të regjimit. Duke pasur parasysh në situatat e tilla të krizës, kur palët nuk arrin që të krijojnë fitore reale, ose duhet të përdorin një forcë të jashtëzakonshme, ose duhet të shkojnë në negociata, atëherë mundësia e vetme për momentin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranin janë negociatat dhe po ashtu ngushtica e Hormuzit përveç se përben një rrugë kruciale për ekonominë globale dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu është shumë e rëndësishme edhe për vetë Iranin për shkak se edhe pse ka rrugë të tjera të transportit të naftës për shkak të detit Kaspik, marrëdhënie me Rusinë dhe forma të tjera, megjithatë ngushtica e Hormuzit është ajo e cila lejon me më shumë lehtësi transportin detar të tregtive të ndryshme duke përfshirë naftën dhe po ashtu produktet e tjera dhe përveç tjerash nuk është vetëm Irani i cili ka lënë, por është e gjithë disa shtete të cilat kanë tregtinë asaj dhe kjo do të zhbllokonte një numër të madh shtetesh të cilat do të intervenonin vazhdimisht në ruajtjen e paqes për shkak të interesave ekonomike. Dhe sa shpejt mund të ndikojë kjo marrëveshje në çmimet globale të naftës dhe në ekonominë botërore? Tashmë kemi parë që pasi jemi të nafta, kemi parë që ka filluar të ndikojë në lehtësimin e çështjes së saj, por sigurisht që duan disa javë që kjo çështje të marrë një formë lehtësimi real, por përderisa nuk ka një marrëveshje përfundimtare, megjithatë ka një presion, do të ketë një presion dhe do të vazhdojë presioni tek tregjet globale, nuk do të ketë lehtësime të mëdha dhe të shpejta aq sa mund të presim ne, dhe gjithmonë ato do të jenë në presionin e deklaratave të cilat i bëjnë Zoti Trump në këtë radhë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu edhe Irani, mjafton tashmë përderisa nuk ka një paqe të përfundimtare që të ndezet një armë nga njëra palë dhe kjo do të dëmtojë tregjet globale për shkak se vetë lirimi i ngushticës së Hormuzit nuk nënkupton mbushje e ekonomisë globale me tregti dhe mungesat që janë bërë deri më tani, por nënkupton si hapi i parë mbushje rezerva dhe pastaj kalimin në tregtinë e lirë e cila do të furnizonte edhe qytetarët të cilët do të mund të blenin produktet e lira. Pra është një proces i cili merr kohë dhe i duhen disa javë që ne të shohim ndikimet reale në ekonominë tonë. Po, Zdikuqi, një pyetje të fundit, sot presidenti Trump është takuar me presidentin e Ukrainës Zelenski, dihet që atje po vazhdon lufta mes Ukrainës dhe Rusisë. Nëse kjo marrëveshje e SBA-s dhe Iranit do të jetë e suksesshme, a do të mund të merret si model për të përfunduar luftën edhe mes Rusisë dhe Ukrainës, pasi kishte një deklaratë presidenti Trump sot që edhe atje duhet të përfundojë lufta sa më shpejt? Realisht është e vështirë të themi që sepse paralelizmi nuk mund të merret ndërmjet këtyre palëve, për shkak se Izraeli, Irani e Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur tjera interesa në linjën të mesme dhe në këtë luftë ka tjera interesas,
mbi të gjitha mbetet gjeopolitika, ekonomia dhe diplomacia, të cilat janë edhe çështje territoriale por do të jepte një lehtësim të madh komunikimi diplomatik pas përfundimit të marrëveshjes ndërmjet Iranit dhe Shtetet e Bashkuara dhe kjo do t'i mundsonte pastaj edhe një fokus më të madh drejt Ukrainës, përveç tjerash, kjo pse lehtëson një marrëveshje mes Ukrainës dhe Rusisë pas përfundimit të luftës SBA-Iran, për shkak se ekonomia fillon të lehtësohet, atëherë në këtë lloj ekonomie të tanishme, Rusia filloi ta ketë rëndësinë e saj ekonomike prapë, madje plot shtete evropiane edhe filluan që të mund të bisedojnë për lehtësime ndaj gazit dhe derivateve të ndryshme që vijnë nga Rusia. Kjo jep të terren ekonomik dhe gjeopolitik edhe decisivisht edhe ushtarak Rusisë, por me një paqe ndërmjet Iranit dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës prapë e ngulfat deri në një masë ekonominë ruse dhe po ashtu e detyron Rusinë që të rikthehet në tavolinën e bisedimit me Ukrainën. Edhe vetë Zelenski ka dhënë një deklaratë më herët që deri në fund të këtij viti mund të kemi një paqe me Ukrainën. Më falni me Rusinë. Me Rusinë, po. Të falenderoj shumë Zoti Kuqi që u inkuadrua drejt për drejt në emisionin tonë. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Bisedua me Gurakuq Kuqin, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Kthejmë informacioneve nga vendi. Aksidenti fatal në autostradën Ibrahim Rugova ka nxitur përplasje të ashpër mes kreut të kryeqytetit me parti në pushtet. Ministri Infrastrukturës Dimal Basha i cilësoi shpifje deklaratat e Ramës rreth aksidentit, duke thënë se ai nuk ndodhi si pasojë e rrëshqitjes së dheut. Në përplasje të ashpër me Ramën është përfshirë edhe koordinatoria e komiteteve në këtë parti, Dejona Mihajli. Vetëm një ditë pas përplasjeve virtuale në rrjetin social Facebook për çështjen e rrëshqitjes së dheut dhe aksidentin fatal në autostradën Ibrahim Rugova, ministri në detyrë infrastrukturës Dimal Basha i quajti shpifje deklarata të kryetarit të Prishtinës përparim Rama për situatën e ndërlidhur me aksidentin. E para ka qenë se aksidentin ka dosh me amblesh dheut në autostradë, siç e dini atë rruga ka qenë e pastruar, nuk ka ardhur si pasojë e dheut, prandaj shpifja dhe shpifja e dytë e tij të kryetarit Rama gjithashtu është diçka që është e papranueshme kur mundohet me politizuar me tragjedinë, që të prit raportin e policisë, që pastaj e tregon të gjithë vërtetën, por këtu politizimet me vdekjet në rrugë është e papranueshme për gjithë. Nuk mundemi me u marr me njerëzit e vdekur në rrugë dhe pastaj me politizu ato. Këtë e bën kryetari Rama, është pas shkrupull, por nuk është që plasmani. Lidhur me këto përplasje, Radio Televizioni 21 tentoi të marrë një qendrim nga kryetari Rama, por i njëjti nuk ishte i qasshëm. E gjithë përplasja mes Ramës dhe zyrtarëve të LVV-s nisi kur kryetari i Prishtinës përparim Rama akuzoi qeverinë në detyrë për propagandë pas kontratës që nënshkroi për largimin e dheut në autostradën Ibrahim Rugova, të cilin e ndërlidhi me humbjen e jetës së një qytetareje në aksident. Qeveria e propagandës e kontratave një burimore dhe e tragedive që mund të parandaloheshin. Një tjetër ditë ku qytetarët paguajnë çmimin me jetë dhe me taksa, ndërsa pushteti vazhdon të jetojë në realitetin e propagandës së vet. Për vite me radhë nuk u largua dhe nga autostrada, por sot gjenden miliona euro për kontrata, plot 4.67 milion për heqjen e dhejut. Kjo është fotografia më e qartë e një qeverisjeje që reagon vetëm kur është tepër vonë. Ndaj këtij postimi të Ramës kishte reaguar ministri në detyrë infrastrukturës Basha, duke thënë se ai po manipulon me rastin, teksa Rama në reagimin pasues e cilësoi Bashën si të paaft. Edhe pak se me do reforma në drejtësi nuk shkruan më statuse në Facebook, por letra në burg. Dimal Basha, jeni të paaft dhe manipulues, jeni fatkeqësia e këtij vendi. Rama u përplas ashpër edhe me koordinatorën për komitetet të LVV-s Dejona Mihajli, e cila përdori gjuhë të rëndë ndaj Ramës. Përparim Rama, ti narkotikun si e merr, me kontrat një burimore apo me ofertën me çmimin më të lirë nga 3 ofertat. I menjëhershëm ishte kundër reagimi Ramës, i cili kishte një pyetje për Mihajlin. E ti Dejona Mihajli, të kam thënë edhe më herët, kallëzoju kosovarëve se kush je, kush ke qenë, çka bën Kosovë dhe prej kujt paguhesh, e më rëndësishmja kush je ti që flet dhe vendos për popullin e Kosovës. U përgjigj Mihajli duke akuzuar rënd Ramën.
Statusin e fundit e paske shkruar pa ChatGPT o përparimiu që të mbajnë ende në këmbë rënjet e krimit apo samilushtakëve me hora të tjerë dhe drejtorët e prokurimit që janë dosta të krye prokurorëve, edhe për pak pastaj do të lëshojnë si limon të shtrydhur, siç u ndodh maskotave si ty, ndërsa unë jam Dejona Mihali, aktiviste e lëvizjes vetëvendosje. Të dielën në autostradën Ibrahim Rogova ndodhi një aksident nga i cili vdiq një grua, teksa bashkëshorti i saj, siç është thënë, është në gjendje të rëndë. Pas këtij rasti, qeveria në detyrë nënshkroi kontratë për largimin e dheut në autostradë në vlerë mbi 4 milion euro. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm aktgjykimin e Gjykatës Supreme që kishte anuluar rregulloren e Këshillit Prokurorial të Kosovës lidhur me mandatin e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Rasti ishte iniciuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, i cili kishte kërkuar vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 14 korrikut 2025. Kushtetuesja vendosi një zëri ta pranoj kërkesën dhe konstatoi se Gjykata Supreme kishte shkelur të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, si dhe kishte cenuar pavarësinë kushtetuese të KPK-s. Si rezultat, aktgjykimi i Supremës u shpall i pavlefshëm dhe çështja u kthye për rishqyrtim. Kontesti lidhej me ndryshimet që KPK-ja ka bërë në vitin 2025 në rregulloren për koordinatorin kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Me rregulloren e re, mandati i koordinatorit u përcaktua 3 vjeçar me mundësi rizgjedhjeje edhe për një mandat tjetër pas vlerësimit pozitiv të punës. Lëvizja Revolta zhvilloi një aksion simbolik para Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke shprehur shqetësimet lidhur me mungesën e transparencës për aplikimet për shtetësi të Republikës Kosovës. Një grup të rinj nga lëvizja Revolta zgjodhën protestën për të kundërshtuar mungesën e transparencës në çështjet e aplikimit për shtetësinë e Kosovës, duke shfaqur dron se ndryshimet e ligjit nuk e përjashtojnë mundësinë e shtetësisë edhe për persona të dyshemt. Rilind Kuqin nga kjo lëvizje tha se janë të informuar që një numër i madh i serbëve kanë aplikuar për të marrë shtetësinë kosovare. Ne kemi informata që një numër shumë i madh i konsiderueshëm i serbëve se kanë aplikuar për me marrë shtetësi. Sipas analizave tona, me këto dy nene, rritet numri potencial i serbëve cilët mundin me marrë shtetësi në Kosovë deri në 1 milion. Dhe nëse janë 1 milion persona serbë cilët mundin me marrë shtetësi në Kosovës, atëherë çfarë kuptimi kanë këtë viktimat e luftës në këtë vend? Që e kanë dhënë jetën për me i largu, edhe tash me i kthy prapë në paqe. Kuqi tha se kanë kërkuar nga kjo ministri të tregoj numrin e saktë të aplikuesve serb, por nuk kanë marrë përgjigje. Ne kemi reaguar direkt tek Ministria e Punëve të Brendshme, edhe kemi kërkuar prej ministrisë një pyetje shumë thjeshtë, me na tregu numrin e saktë të aplikuesve serb për me fitu shtetësinë e Kosovës. Fatkeqësisht, i kanë te i kalu krejt afatet ligjore. Tu e përfshi 7 ditorshin edhe 8 ditorshin kanë kalu rreth 2 javë prej kur e kemi dërgu kërkesën edhe nuk na kanë kthy asnjë përgjigje, edhe pse jemi mundu me i dërgu rikujtime që duhet me na u përgjigj. Na kanë detyru me kalu prej pyetjes se sa serb kanë apliku për me fitu shtetësinë e Kosovës, në pyetjen se çka janë duke mshef. Çka janë duke mshef kur nuk kthejnë përgjigje? A ka rrezik? Na kemi kërku diçka që e kemi me drejt, cila është çështja në dokumente publike, sepse dokumentet publike janë publike e nuk janë private. A i tha se nëse nuk do të ketë reagim të shpejt, do të paralajmërojnë thirrje për protest. Sot është aktivitet simbolik, po na i paralajmërojmë ministrinë që nëse nuk ka reagim të shpejt për këtë çështje, si nga ana e ministrisë, si nga ana e tërë pushtetit, atëherë ne paralajmërojmë thirrje për protestë.
Ligji i ri për shtetësinë e Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi më 22 maj, duke sjellë ndryshime të rëndësishme në procedurat për marrjen dhe rifitimin e shtetësisë. Në disa lokacione në fushë Kosovë, mbeturinat nuk janë larguar prej javësh, duke shtuar shqetësimet për higjienën dhe shëndetin publik. Komuna fajson kompaninë rajonale të pastrimit për situatën e krijuar dhe thotë se është detyruar të shpallë gjendje emergjente për të angazhuar operator të tjerë në pastrimin e qytetit. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e fushë Kosovës, Izja Mjeku, thotë se gjendja e krijuar me mbeturinat në këtë komunë është pasojë e disa problemeve teknike me të cilat po përballet kompania përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave. Kompetencë për pastrimin dhe mbledhjen e mbeturinave është ekskluzivisht e kompanisë regionale pastrimi. Mirëpo, kompania për shkak të problemeve teknike dhe arsytimeve tjera nuk po mund me bë mbledhjen e mbeturinave, prandaj Këshilli për Sigurinë Bashkësi Komunës Fushë Kosovës, që e kryeson kryetari Valem Preveza, kemi marrë vendim që të shpallim gjendje emergjente, në mënyrë që të angazhojmë operator të licencuar për mbledhjen e mbeturinave, në mënyrë që të hekum mbeturinat dhe të pastrojmë qytetin dhe fshatrat e Fushë Kosovës, për arsye shumë si me të qartë, sepse mundet më shfash edhe në pandemi, se ka vene dhe ka pika ku mbeturinat nuk hjeken pra deri në 4 javë. E paknaqësitë me kompaninë e pastrimit në këtë komunë thotë se janë të kahershme. Ne nuk kemi qenë të kënaqur pothuajse kur. Domethënë çdo herë kompania pastrimi ka operu me 2 kamion ose 3 kamion maksimumin komunën e Fushë Kosovës, shumë disa ditë, me 2-3 ditë i ka pas 4, kur dihet që komuna e Fushë Kosovës tash i ka për mbi 100.000 banor, edhe nuk mjafton as për së afërmi mbledhja dhe grumbullimi i sasisë të madhe të mbeturinave që i qesin qytetarët. Pra nuk mundet me kry shërbim me 2 kamiona. Minimum, bazë të matjeve dhe bazë raportime, Fushë Kosovës i duhen 5 deri në 6 kamiona që të operojnë çdo ditë në mënyrë që ta mbajnë qytetin pasur. Kompania regionale i ofron 2 deri në 3 edhe ata të vjetër edhe me shumë probleme teknike. Për situatën aktuale, Mjeku apelon qytetarët të kenë durim. Për të marrë edhe qëndrimin e kompanisë, kemi tentuar të kontaktojmë menaxherin e KRM Pastërtia Jetmir Berisha, megjithatë ai nuk ka dhënë sqarime lidhur me situatën. Ai është shprehur se kompania ka problemet e veta dhe ka kërkuar që të mos kontaktohet më tej. Nderuar shikues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për magazinën e sotme informative 21 drejt për drejt. Informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.